Përshëndetje zonja të nderuara dhe mirë se keni ardhur në këtë emision kaq fantastik, I cili mban vullën time, firmën time dhe quhet Pasdite me Rasimin. Është një emision mjaft I suksesshëm ku ne çdo pasdite flasim për kulturë, për art, për modë. Sot kemi dy të ftuar mjaft të tylifarshëm, të cilët janë Big Basta. Përshëndetje, kënaqësi që të kam në studio. Jo, ratapa je. O sa vdes kur bëjnë kështu me jora popora këta repista si burdallej. Përshëndetje Rasi, po më thrit profesor Big Basta je. Wow, pas keni mbaruar në një shkollë atje në Zelandën e Re? Jo, më pëlqen më shumë si tingëllon profesor Big Basta je. Profesor Basta je, ju pas keni mbjell flokët? Po, leshoj mirë Rasi, duhet me mbjell je. Patjetër duhet leshi profesor normale. A mund të më tregosh për çfarë këmbgule ka shumë të vije në Pasdite me Rasimin? Sot kam ardhur për me promovu kongën time më të re, Çoko dhe Shëndetlie. Wow, me vërtet? Çfarë thua more? Po edhe kjo do ta ketë refrenin portugalisht, besoj. Pse Rasi e kam pas po kongën portugalisht une, je. Nëse fakit. Kalojmë pa humbur kohë te I ftuari I radhës, zoti Besnik Sholla. Unë flas me gjindet. Wow. Ndonjëherë edhe më kthejnë përgjigje, ndonjëherë nuk kthejnë përgjigje, ndonjëherë kthejnë përgjigje. Profesor, të lutem më serioz. Flas me gjindet Rasi, je. Kaq. Po, a mund ta zbukuroni pak emisionin tonë, të na jepni ndonjë shfaqje me gjindë, a keni si ndonjë gjindë këtu mes nesh? Kam këtë gurin e shahut. Oficeri? Është I gjindit oficeri? Jo, është e kam timin, e mbaj. Regjia, hiqani mikrofonin Besnikut, lutem. Hoq, po kënaqemi këtë emision, moj zonjani. Është një emision fantastik, zoti Big Basta, a mund të na performosh këngën tuaj për cilën erdhët në këtë emision? Po, Rasi, je gati gjithmonë. Regjia, të lutem. E kam ditën plot, por s'më ban ky trup, se kam shpi Shëndetli, më bën trup. Për shte ëmëll si më kak, se ndaj me as një grup, kur e prek me luk, zemra më bën bom. Bukur. Deri diku. Në frigorife qëndron si mbretëreshë, me 4 shtresa kremi që të shkrim pa shpres. Unë s'pjas Red Bull, ajo me jep tra, Shëndetli për mëngjes për do. Wow, e pa besueshme me sa duket në studio, kemi gjindin e zotit Besnik. Kudo që ndodhesh zoti gjind, atë të pyesim disa gjëra, kudo që je. Zeza, nuk më kish përshtyr ndonjëherë ndonjë gjind asnjëherë. Kështu mbyllet kjo emision për sonte.